po edhe kësaj mund të ndërrohet praktika, por kemi 2 aktgjykime ku me pa konsultim nuk shkojmë në zgjedhje. Pajtohem, madje edhe e mbaj qëndrimin që duhet të ketë konsultim kuvendit, sepse nuk është edhe precedenti i mirë që vendi me shku zgjedhje ende pa e konsultuar kuvendin e Kosovës, sepse kjo do të lëndë mundësi që çdo shërbicë e cila fiton zgjedhjet të inskenoj procedurat e atilla që të zvarrit konsultimin e kuvendit dhe sërish ta dërgoj vendin në zgjedhje. Megjithatë nuk e përjashtoj tash si opsion, si mundësi që gjykata mund të përkundër 3 aktgjykimeve që ja ka bërë të qartë për deputetët që keni detyrim me e konstituu kuvendin brenda një afati dhe lidhëmisht e ka bërë të qartë që grupi parlamentar fituesi i zgjedhjeve që ka më shumë t'i se në kuvend ka madje edhe përgjegjësinë kryesore, që të krijojë shumicë parlamentare. Prandaj në vargjen e kësaj unë mendoj që interpretimi mund të jetë i atill që si opsion final mund të shkojmë në zgjedhje. Por para se të shkojmë në një opsion final në zgjedhje, gjykata kushtetuese mund të shterojë edhe mundësitë e tjera të interpretimeve që mund t'i bëjë karshi mos respektimit të afat 30 ditor. E para është që nëse këta deputet, 120 deputet nuk e respektojnë afatin 30 ditor, nuk e konstituojnë kuvendin, sipas standardit të gjykatës kushtetuese, unë se përjashtoj mundësinë që edhe mund t'ja marrë mandatet. Pra mund të vendosë që kjo legjislaturë dhe këta 120 deputet nuk kanë përmbushur standardin kushtetues dhe rrjedhimisht urdhëroj presidentën apo KQZ-n që të caktojë zëvendësimin e tyre. Dhe të vinë një legjislaturë e re ose një grup tjetër i deputetëve që përsëri ju vendoset atyre një afat 30 ditor që ta konstituojnë. Dhe në rast se shteret kjo mundësia e zëvendësimit të mandateve të deputetëve, nuk mbetet opsion tjetër. Pos me urdhëru presidentin që të shkojmë në zgjedhje parakohshme si një standard jashtëzakonshëm. Sepse për me është situatë e jashtëzakonshme nëse do të vinim në një gjendje kur të gjithë deputetët, kandidatët që kanë fituar vota dhe që mund të jenë potencialisht deputet kuvendit të Kosovës, nuk e konstituojnë kuvendin me qëllim. Dhe në këtë rast gjykata në këtë situatë mund konstatojë që këta përfaqësues me qëllim nuk kanë respektuar rendin kushtetues dhe rrjedhimisht duhet me ju kthy edhe një herë procesit zgjedhor që me i paktën populli me vendos dhe me i zgjedh të përfaqësuesit e rinj që do ta respektojnë standardin kushtetues. Zoti Jokaj, çu po perceptohet krejt kjo krizë për krijimin e institucioneve prej qytetarëve, si marrëveshje juridike apo si mungesë e një vullneti politik? Shqen qytetari në secilin lagje, në secilin fat, duke përfshit tani më edhe për arsye të zgjedhjeve elektorale kur pritet të votohet në 12 tetor, nuk e percepton mirë, sepse dhe e percepton këtë më shumë në format të një manipulimi i cili nuk ka me prodhu efekte të mirëqenjes në jetën e përditshme të tij në siç e përmenda në fshat ose në ndonjë lagje të caktuar të qytetit. Ne hym pas 36 orëve hym në muajin tetor, kur do duhet që deri në fund të muajit me u miratu ligji për ndarjet buxhetore nga një qeveri legjitime dhe legale, në ndërkohë nuk ka asnjë konsultim për atë ligj. Pra, do duhet që me një tetor sipas rregullorës për konsultimet publike të kemi një ligj për ndarjet buxhetore ku secili qytetari i vendit ka të drejtën me propozu dhe me pa atë ligj nëse i përmbush edhe kërkesat e tyre. Në fund të torit do duhet me u vendos edhe sipas ligjit për pagën minimale shuma e kësaj page. Në fund të tetorit do duhet me u vendos edhe niveli i lartësisë së pensionit të bazë dhe i pensionit kontribut pagues. Në fund të tetorit do duhet me u vendos edhe niveli i lartësisë së skemës për ndihmë sociale, në këtë kjo në kuptim edhe në pajtim me kërkesat ligjore. Ne kemi kjo qeveri vetë ka miratu ligj për pagën minimale që në fund të vitit kalendarik që përfshin tetorin, si për pensionet, si për skemën e ndihmës sociale, si për pagën minimale të vendos me ligj dhe atë përmes vendimit të qeverisë. Një gjë e tillë nuk mund të bëhet për shkak që nuk ka një qeveri legjitime edhe legale. Dhe në këtë kuptim një qytetar i rëndom në Kosovë këtë çështje ka me pa si manipulim dhe si fiskulturë politike që nuk do t'i shërbej jetës së tij ose lehtësimit të jetës së tij në publik. Zoti Bogashku, kemi pas në këto ditë një lajm jo të mirë që ambasada amerikane ka vendosur që me pezullu nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, kryesisht për shkak të kësaj bllokade institucionale. Si komentohet krejt kjo dhe çfarë do të thotë? Mendoj që ka pas
disa arsye pse ka ardhur deri ty ky vendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e por është sulmi që është bërë institucionet pavarura, në këtë rast gjykatës kushtetuese, dhe atë sulm, unë mendoj, i përbashkët i presidentës me të kryeministrin e shtetit dhe të partinë fituese të zgjedhjeve, atakimi që është bërë të përfaqësimit të një komuniteti të caktuar nëpër institucionet dhe në pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale, sepse e dini çka ka ndodhur me KQZ, ku bukfalisht po e them me mishë me shpirt janë përpjekur që mos lejojnë që ky ose subjekt parlamentar dashmë është që të mos ketë përfaqësim në zgjedhje lokale, pra në këtë rast mos jetë pjesë e garës zgjedhore në zgjedhje lokale. Dyti ka qenë edhe sulmi që kanë bërë mediave, shoqëri civile, deklaratat e vazhdueshme, atakimet e vazhdueshme, etiketimet e vazhdueshme ndaj organeve të pavarura, shoqërisë civile, mediave, nga eksponentët e pushtetit dhe fatkeqësisht nuk mundem pa e thënë faktin që edhe presidenti ai ka qëndruar bahegi kësaj vallaje të këtyre sulmeve dhe atakimeve, sidomos ndaj një gjyqtari kushtetues dhe ndaj vetë gjykatës kushtetuese, sepse vetë presidenti, unë mendoj që me atë konferencën e parë, kur pa mbajtur me rastin e tërheqjes nëse s'ka bëjë të kërkesës për shërtim gjykatë kushtetuese, aty edhe pa të fillu ky lloj implikimi edhe kjo lloj sjellje që të atakohet gjykata kushtetuese dhe të para popullit dhe para qytetarëve të minohet besimi i qytetarëve në këtë institucion, tu lidh me atë që ka një gjyqtar i cili e ka një lloj integriteti të cënueshëm sipas tyre, por që në kuptimin e provave asnjë dokument nuk i është dërzuar autoriteteve shtetërore të Kosovës që me trajtu këtë person nëse eventualisht i njëjti paraqet rrezik kombëtar të shtetit të Kosovës. Këta do thotë nëpërmjet konferencave i shpallën ata gjyqtarët, por edhe gjykatën kushtetuese si jo kredibile në kuptimin e vendimmarrjes, sepse ka në përbërje një gjyqtar që rrezikon interesin kombëtar të shtetit të Kosovës, por në terren, në praktikë nuk është që kanë ofruar dëshmi ose nuk është që kanë kontribuar që me u zbardh e vërteta në këtë çështje. Prandaj normalisht që Shtetet e Bashkuara neve na kanë kriju si shtet që me i garantu disa të drejta, që ato të drejta në të arën askush, as një lider, as një politikan, as një shumicë parlamentare, po as një president të punoj në drejtim që të pengohet realizimi tyre. Prandaj edhe në këtë situatë, normalisht që mas sankcionuese, unë po e quaj mas sankcionuese është fakti që mjafton edhe deklarativisht me u shpreh ai qëndrim i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të pasojat për Kosovën janë shumë të rënda. Imagjinoni kur SBA shon një komunikat të tillë, dhe ajo komunikat ju shpërndahet gjitha shteteve, gjitha përfaqësive diplomatike, ju shpërndahet mediave dhe publiku dhe Kosova del para aktit të kryer në kuptimin e asaj që vet sponsorizuesi dhe krijuesi i këtij shteti ka vendosur mas pezulluese për një dialog që quhet dialog strategjik, kuptimin e sigurisë, ekonomisë, mbrojtjes e fushave të tjera. Dhe për neve si shtet, sa vite pas pavarësisë, kur nuk e kishmi imagjinu që vim në një situatë ku një elitë politike që udhëheq shtetin ton, e bjen vendin ton dhe shtetin ton në një gjendje që SBA me mas